Këtë të diel në Shqipëri po mbahen zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, ku qytetarët në të 12 qarqet po ushtrojnë të drejtën e votës. Megjithatë, në disa qendra votimi në Tiranë është raportuar të ketë vonesa. Për rreth 30 minuta nga orari zyrtar i nisjes së procesit të votimit në 2 qendra në Parkun Olimpik, raportohet që ka pasur vonesa. Pas më shumë se gjysmore, qendra është hapur dhe ka nisur votimi normalisht, ndërsa për sa i përket qytetarëve të cilët ishin në qendrat e votimit që në minutat e para të mëngjesit kanë shprehur ankesat e tyre. Arsyeja e kësaj vonese është se kapakët e kutive të votimit ishin vendosur mbrapsht. Vonesa janë raportuar edhe në 2 qendra votimi në Korçë, në fshatin Sovjan në Maliq dhe në shkollën mësonjtore e parë shqipe në qytetin e Korçës. Procesi i votimit është vonuar për 1 orë për shkak të problemeve me pajisjet e identifikimit elektronik. Shumë e lehtë, qetësi e madhe dhe pashë shumë të rinj. Dhe la më la e mashin të rinj. Po pris, la më la si të e kofë neve. Pris të mangrena të shkë. Pensionin se e kanë thënë. Po të rritë pensioni, i vedini vetë. Njerës në shpikin i vetë. Votoj nga e që ka gjere. Por tashmë problemi është zgjidhur në të dyja qendrat. Po ashtu në qarkun e Elbasanit janë shënuar disa problematika të natyrës teknike dhe organizative, ndërkohë në qytetin e Peqinit janë shënuar vonesa në hapjen e disa qendrave votimi për shkak të mbërritjes së vonuar të komisionerëve. Në Librazhd është raportuar një ngatrim i kapakut të kutisë së votimit mes 2 qendrave, çka ka sjellë ndërprerje të përkohshme të procesit. Ndërkaq, edhe procesi i votimit në Bashkinë e Poliçanit po haset me probleme, bëhet me dije se kryetaria nuk ka pajisur me mjeta identifikimi vëzhguesit e Partisë Demokratike. Kryetaria Luljeta Xhaja e qendrës së votimit Poliçan ka deklaruar se deri më tani Partia Demokratike nuk ka sjellë dokumente apo listë emërore. Sipas saj, në momentin kur të kenë dokumente përkatës, do të pajisjen me mjete identifikimi vëzhguesit e Partisë Demokratike. Sipas raportimeve, aktualisht është bllokuar procesi votimit në 2 qendra votimi në Dibër si pasojë e mos funksionimit të pajisjes së identifikimit elektronik. Bëhet fjalë për qendrat në Brezhdan dhe në Poces të Maqellarës. Qarku i Shkodrës shënohet të ketë disa problematika lidhur me procesin zgjedhor, i cili në fakt nuk ka nisur në disa qendra votimi. Bëhet fjalë në disa qendra votimi të Dukajgjinit, Kelmendit, në Vaun e Dejës dhe Fusharrëzit, komisionerët nuk janë paraqitur, duke lënë qytetarët pa ushtruar të drejtën e tyre të votës. Sa kaq në fshatin Bruca i paraqitet një problematik tjetër, pasi mungon energjia elektrike, pritet që të dërgohet një gjenerator në funksionimin e qendrave të votimit. Përtej këtyre problemeve, në përgjithësi situata në Shkodër paraqitet e qetë.